Të nderuar pedagog, të dashur të rinj, antar të bordit të çështjeve sociale, do bëjmë një pasqyrë të gjendjes të problematikave në qytet dhe një herë japim edhe zgjidhjet përkatëse që ne kemi menduar në programin Shqipëria fiton. Shumë prej qytetarëve tanë, shumë prej qytetarëve vlonjat me vështirësi, po ja dalin të mbijetojnë në këtë periudhë të Covidit me ushqim dhe me barra, dhe ajo pjesë tjetër, pjesa e personave me aftësi të kufizuara, është pjesa e cila ka nevojë për më shumë kujdes. Por për fat të keq, sytë e dhjamosur të qeveritarëve nuk e shikojnë, nuk të realitet dhe nuk e shikojnë këtë shtresë. Në Shqipëri numërohen rreth 144.135 persona me aftësi të kufizuar. Në pjesën më të madhe të vendit, numri të punësuarve nga ky grupim, nga personat me aftësi të kufizuar, është pothuajse inekzistent. Nga një raport i monitorimit të planit kombëtar të veprimit, zbuloi se mbi 85% e persona me aftësi të kufizuar në Shqipëri janë të pakënaqur me nivelin e tyre të punësimit, ndërsa 73% e tyre janë të pakënaqur me kujdesin shëndetësor që u afrohet. Çështja e dytë që ne do trajtojmë sot është mungesa e sensibilizimit dhe informimit nga ana e profesionistëve mbi rëndësinë e shëndetit mendor, problematikat, shkaqet, pasojat. Çrregullimet mendore në fakt mund të parandalohen. Në të gjitha vendet demokratike europiane, specialistë të shëndetit mendor ndërgjegjësojnë popullatën duke bërë fushata informuese në shkolla, universitete dhe grupe interesi për informimin dhe pranimin e kësaj fashe, duke bërë shpesher dhe parandalimin të krimeve të ndryshme në familje dhe në shoqëri. Një numër i madh i të rinjve në përballje me pamundësi për integrim, ku papunësia dhe problemet ekonomike janë faktor që çojnë në probleme të shëndetit mendor, gjejnë si zgjidhje lëndët narkotike apo alkoolin, duke çuar këto vitet e fundit në rritjen e rasteve të shtrimeve në spitalin psikiatrik. Mungesa e theksuar dhe neglizhenca e punës të specialistëve të shëndetit mendor ka sjell rritjen e rasteve të përdoruesve të dhunës në familje dhe kryerjen e veprave të ndryshme penale. Problematike theksuar mbeten përdoruesit e lëndëve narkotike në qarkun e Vlorës, ku mungon një qendër apo institucion shtetëror që të merret me trajtimin, problemet e lidhura me varësinë ndaj drograve, si dhe rehabilitimin e përdoruesve që kanë krijuar varësi nga drograt e ndryshme. Shërbimi psikosocial si shërbim relativisht i ri në shkollat shqiptare ka qenë disa herë nga dita e krijimit të tij pjesë e debatit publik me temën e arsimit dhe është shënjestruar, shigjetuar kryesisht si jo funksional dhe jo eficient. Njësit e mbrojtjes së fëmijëve është struktura përgjegjëse për monitorimin dhe koordinimin e aktorëve për zbatimin e politikave për të drejtat e fëmijëve në territorin e qarkut, si dhe i raporton Agjencisë Shtetërore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve mbi situatën e zbatimit të drejtave të fëmijëve në qark. Ndryshimet e shpeshta në stafin e Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, që lidhen kryesisht me ndryshimin e drejtuesve të institucioneve vendore, pengojnë krijimin e një modeli të qëndrueshëm për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve si një element i rëndësishëm në zhvillimin e një sistemi kombëtar për mbrojtjen e tyre. Çështja e fundit që ne do trajtojmë ka të bëjë me problematikat sociale dhe shëndetësore të brezit të tretë të moshuarve. Bazuar në të dhënat e Instatit, të moshuarit në qarkun e Vlorës me moshë mbi 65 vjeç, në vitin 2011 kanë qenë 13.9% e popullsisë dhe parashikohen që në 2031 të arrijë në 23% të popullsisë. Në një studim për cilësinë e jetës së të moshuarve në Vlorë, ku u intervistuan 210 të moshuar në mënyrë të rastishme, tregoi se të moshuarit jetojnë në një gjendje financiare të vështirë, pa mundur të përballojnë nevojat jetësore bazë sociale dhe shëndetësore. Mbështetja dhe nevojat e tyre plotësohen nga familjarët të afërmit dhe lidhjet shoqërore për të cilën ata ndihen me fat. Kjo tregoi mungesë të shërbimit social në vend, si dhe mosplotësim të nevojave nga shërbimi shëndetësor. Përmendim kushtet e tyre të jetesës dhe pamjaftueshmërinë e pensionit për të përballuar jetesën, dritat, ujin, medikamentet, ngrohjen dhe higjienën, problemet shëndetësore që pasojnë njëra tjetrën, aftësia e kufizuar për të zgjidhur vetë çështjet shëndetësore të moshuarit e vetmuar, të cilët janë
probleme që i përkasin shërbimit social. Ndaj kësaj moshe, është detyrim moral i çdo shoqërie, është detyrim moral i të gjithë ne që të vlerësojmë kontributin që kanë dhënë ndër vite, të ofrojë atyre asistencën dhe ndihmën e dur, të përfshihen në mënyrë aktive në jetën sociale të qytetit për vlerat që ata mbartin. Ne në veçanti këto probleme që ne përmendim, që do të trajtojmë këtu për personat me aftësi të kufizuar, për të moshuarit, për fëmijët, ne do t'i kemi në qendër të vëmendjes për të realizuar ato objektiv madhor që ne kemi, të përgjysmojmë, të ulim në mënyrë drastike varfërinë, ta përgjysmojmë atë. Ne kemi shumë për të bërë, ne kemi shumë për të punuar, ne kemi shumë për të mbajtur të gjitha këto angazhimet që ne po marrim në fushatën elektorale, dhe ne në rast se duam dhe ne do të tregojmë që jemi shërbestar të denjë të qytetarëve të Vlonjat, në radhë të parë do jemi shërbestar të këtyre shtresave në nevojë, të këtyre shtresave vulnerable, të cilat kanë nevojë për ndihmën, për mbështetjen, për kujdesin tonë. Sot e kemi parë që është bërë e kohës që kush dikush etiketon një problem, ai do të paragjykohet, do të goditet si një gjë negative dhe gjithmonë ngjyroset politikisht. Por këto probleme nuk duhet të ngjyrosen në mënyrë të tillë. Këto janë probleme të cilat kërkojnë zgjidhje. Problemet tona janë të natyrës ekzistenciale, bazike, jetësore dhe jo ideologjike. Ndaj Shqipërisë i duhen politikanë që pushtetin duhet ta shohin si një mjet për zgjidhjen e problemeve. Në bazë të disa studimeve është parë, nga rrjeti shqiptar i moshimit në vitin 2017, të moshuarit jetojnë vetëm ose në varfëri të plot, ndërsa në një draft të 2019-s të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjeve Sociale, shërbimet shëndetësore dhe sociale për të moshuarit janë nga më kritiket. Kjo tregon situatën në vend. Ndërkohë, sipas avokatit të popullit, të moshuarit mbeten një nga grupet më vulnerabël në Shqipëri. Dhe gjithashtu, vëmendja shëndetësore dhe sociale ndaj tyre është shumë e ulët. Në një studim të bërë nga Instituti i Shëndetit Publik në Vjenë, u pa se për të moshuarit nuk ka një ligj specifik i cili të mbrojë të drejtat e të moshuarve. Realisht, të moshuarit në vendin tonë, me çfarë problematikash përballen? Mendoj se kemi detyrimin moral ndaj tyre. Një jetë e tërë që punojnë dhe në fund ndihen të harruar. Unë jam referuar më tepër shërbimit psikosocial në shkolla. Pse e kam zgjedhur këtë temë? E kam zgjedhur sepse i përket pikërisht të ardhmës tonë, fëmijëve. Në institucionet e arsimit publik në vendin tonë, ashtu dhe në të gjithë sistemin parauniversitar, ofrohet shërbimi psikosocial. Themi institucionet e arsimit publik sepse që në arsimin jo publik mungojnë psikologët, e kanë të detyruar, por mungojnë. Duhet japim mbështetje të madhe trajnimeve dhe stafit edukator për përmirësimin e aftësive pedagogjike, lë për të dëshiruar mënyra e komunikimit mësues-nxënës. Ka akoma në sistemin ton parauniversitar mësues të cilët paragjykojnë fëmijët, paragjykojnë familjet nga të cilat ata vinë. Është një psikolog për 1260 fëmijë. Është shumë pak. Që i bie një psikolog dhe një punonjës social të shkojnë 1 në 3 javë tek një shkollë. Dhe të llogarisim që në zonat e largëta mund të mos shkojnë fare. Në 26 gusht të 2020-s, presidenti i Aurit të psikologut Valbona Treska së bashku me Ministrinë e Arsimit ka arritur një marrëveshje ku shtua numri i psikologëve në shkolla. Të shpresojmë që të zbatohet. Deri tani nuk është zbatuar në 100%. Domethënë nuk është zbatuar as minimale. Një MF-ja. Njësia e mbrojtjes së fëmijëve. Sa prej jush në 2021 shikojmë fëmijë në rrugë. Shikojmë akoma fëmijë në rrugë që lypin. Sa fëmijë detyrohen të punojnë për arsye ekonomike dhe për arsye sociale sepse një baba i ka braktisur, një nën i ka braktisur ndjen të vetën. Njësia mbrojtjes së fëmijëve funksionon në Vlorë, por nuk funksionon plotësisht, përderisa ekzistojnë këto fenomene. Një prej shtesave në nevojë që kanë vuajtur më së shumti këtë rënim social-ekonomik është ajo e personave me aftësi të kufizuara. Nuk flasim këtu për sigurimin e kushteve minimale të jetesës, por për luftën e përditshme për të mbijetuar.
Pagesat që ata marrin janë të pamjaftueshme për të siguruar një jetë dinjetoze. Numri atyre që janë të punësuar në institucione shtetërore, megjithëse ligji e detyron çdo institucion shtetëror që të paktën nëse ka të punësuar 24 persona, një person duhet jetë me aftësi të kufizuar, është pothuajse inekzistent dhe i pazbatueshëm në të gjitha institucionet, po në privat, akoma më keq në privat. Megjithëse ekziston inspektoriati i punës që ka detyrimin që të kontrollojë zbatimin e këtij ligji, por është i pazbatueshëm. Pse? Sepse inspektoriati mbron interesat e bizneseve, dhe mbron interesat e atyre bizneseve që i ka të tyre, ndërsa në bizneset e tjera mund vendosen dhe gjoba, por që prapë është e pazbatueshme. Gjithashtu kemi Konventin Ndërkombëtar për mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, e ratifikuar nga Shteti Shqiptar në shkurt të 2013, e cila në 27 të saj, puna dhe punësimi njeh të drejtën e personave me aftësi të kufizuara për të punuar në baza të barabarta me të tjerët. Këtu me sa pash ka shumë juristë dhe din shumë mirë që konventat janë më lartë se sa ligjet shqiptare nëse janë të ratifikuara. Dhe ne nëse nuk zbatojmë ligjin, mendoni a e zbatojmë konventën? Absolutisht jo. Ligji për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara garanton të drejtën për jetesë të pavarur, duke përfshirë edhe aksesin në punësim. Kush nga ju nuk ka shkuar ndonjëherë në institucione shtetërore të paktën në Vlorë? Janë shumë të pakta ato institucione shtetërore që kanë aksesin për ata që janë në kushte që të mos kalojnë shkallët, ky është aksesi fizik, pa aksesi informacionit, është shumë herë më i pakët. Këtë vështirësi që hasit të sapo diplomorit për gjetjen në një pune, studime tregoj se ndryshe nga sa ndodh në vendet e tjera të rajonit, diploma nuk na ofron asnjë lloj mbrojtje ndaj papunësisë. Shkalla papunësisë në Shqipëri është në mesataren e Ballkanit Perëndimor, pjesërisht për shkak të emigrimit të lartë. Megjithatë, ajo është pothuajse sa 2 fishi i normës, ndërsa për të diplomorit shifra është 3 herë më shumë. Ndryshe nga situata në vendet e Ballkanit Perëndimor, një diplomë në Shqipëri fatkeqësisht nuk të ofron asnjë mbrojtje nga papunësia. Në vitet e fundit, niveli i punësimit të diplomuarve ka ardhur në rënje, duke treguar një mjedis gjithmonë më të vështirë në tregun e punës. Një tjetër tregues i rëndësishëm problematik është se shkalla të diplomuarve të punësuar në Shqipëri është 18% më poshtë në vendet e Bashkimit Evropian. Përveç kësaj, sondazhet na tregojnë se shkalla papunësisë të diplomuarve të fundit është 28% më e lartë se shkalla papunësisë së fuqisë punëtore në tërësi dhe më e lartë se për të gjithë të diplomuarit. Fatkeqësisht, ne kemi mbaruar një shkollë, kemi mbaruar një universitet, por jemi të papunë. Unë pres që Partia Demokratike të japi një hapësirë, të japi një derë për në të rinë të ditëve të sotme. Se fatkeqësisht prindrit tanë vërtet kanë harxuar, por ku i ndodhemi ne, ku gjendemi ne, po trokasin në përdyert e call centerit. Është i vetmi vend ku ne po punësohemi. Faleminderit. Në thelb, programi i Partisë Demokratike është program që orientohet drejt familjes, drejt individit, drejt biznesit të vogël, drejt biznesit të mesëm, drejt shtresave në nevojë, drejt personave me aftësi ndryshe, që kanë në vëmendje program që kanë në vëmendje dhe familjet e reja dhe të moshuarit. Ne angazhohemi, ne obligohemi që do merremi seriozisht me këtë grupim shoqëror. Me këto grupime shoqërore ne do merremi dhe do ta kemi për nder të jemi shërbestar të zgjidhjes së halleve dhe problemeve që për këto shtresa janë me mira dhe janë probleme akoma më të rënda. Punojmë për këto shtresa vulnerable që ne kemi detyrim, punojmë për ata të moshuarit që i kanë dhënë shumë qytetit të Vlorës, punojmë për qytetarin vlonjate, punojmë për Vlorën. Ju faleminderit.